që grupet shqiptare bashkëpunojnë me grupet vendore atje, me kartelin Sinaloa në Ekuador me njëra tjetrën? E kanë thënë të gjithë, ministra e Ekuadorit ka shkuar në KB, po përgjigje mund ndërkohë. Është fakt publik që grupet shqiptare janë të lidhur me kartelin Sinaloa? Është edhe kjo, sepse ka pasur mjaftueshëm të dhëna, operacione, raporte. Është fakt që veprimet e qeverisë amerikane kanë filluar operacionet kundër kartelit Sinaloa, pasi 14 anëtar të familjes El Chapos u vetë dorëzuan Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe u bën bashkëpunëtor të drejtësisë. Është fakt që grupet shqiptare janë të përfshirë në pastrimin e parave në Shqipëri? Po, edhe këtë kemi raporte ndërkombëtare, po themu, mjaftueshëm. A është fakt që pastrimi i parave në shkallë industriale, nuk po themi në një projekt apo dy projekt. A është fakt që pastrimi i parave në shkallë industriale nuk mund bëhet pa të gjithë infrastrukturën mbështetëse shtetërore që u mundson duke filluar që nga lëvizja parave, që nga licencat, që nga kontaktet? A është fakt që përfaqësuesit e kartelit të Sinaloas ne kemi parë të kenë kontakt drejt për drejt me kryeministin dhe e kanë takuar ata në deklarata. Po flasim me fakte publike, mos merrim fare me këto teoritë e konspiracionit që po ka ardhur kjo dosi, s'ka ardhur kjo dosi. Këto janë fakte reale. Dhe nëse shikon se kush është linja e presidentit Trump dhe administratës tij, që kur ka ardhur në pushtet e ka shpallur si prioritet të tij të politikës jashtme, të politikës brendshme, edhe të sigurisë kombëtare, luftën ndaj karteleve të drogës, atëherë shiko se çfarë ke në tavolinë. Ke një politik të tij, ke grupet kartele që janë shpallur si organizata terroriste, ke aksesorët ose partnerët të tyre rajonal, të cilat e ka një pikë takimi që është Venezuela. Dhe Venezuela është qendra e diellit nga kush përndat, pastaj gjitha interesat e trafikut dhe të pastrimit para. Pa fol pastaj për naftën, për gazin, për aktivitetin tjera. Se po ndalem pak këtu, sepse tek paralajmërimi që bëri Marco Rubio, i cili kishte një paralajmërim më të shtrirë, pra në disa fjali, presidenti Trump ishte më lakonik, ishte i drejt për drejt sigurisht, drejtuar gjithë liderëve politik, thoshte ai, që bëjnë të njëjtën gjë me popujt e tyre, sillen në të njëjtën mënyrë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, do ndodhej një njëjta gjë si Maduro. Por nga ana tjetër, Rubio, i cili dhe kjo nuk është një konspiracion, teori konspirative, ne dim, informacionet janë, e dim ku ka punuar, e dim çfarë informacione shka për Ballkanin Perëndimor, dhe unë po ka Ballkanin Perëndimor, por kjo nuk ishte vetëm për Ballkanin Perëndimor, po ai na intereson. Unë dal sidomos tek dhe specifikisht tek kompanitë amerikane. Ka fakte? Po flasim për faktene. Ka fakte për çështjet e interesave amerikane të shkelura në Shqipëri tashmë? Ka fakte, ka fund. Hajde, flasim. Po t'ja vetëm një fakt publik. Po. Vetëm pak ditë përpara vitit të ri, Rama organizoi një takim me dhomat e tregtisë. E vetmja dhomë tregtie që nuk mori pjesë ishte dhoma amerikane e tregtisë. Diplomacia kjo është. E cila nga ana tjetër ka dalur dhe ka reaguar pak ditë përpara ndrimit të viteve për çështjen e nismës së paqes fiskale. Tjetër, po të shikosh politika perëndimore në Ballkan, që pas krimes, pra luftës 2014-ës, ka qenë vendosur në dy shtylla. Një shtyllë në Tiranë dhe një shtyllë në Beograd. Dhe po të shikosh afërsinë e dy liderëve, edhe të Ramës, edhe të Vučićit, ka qenë ajo për të cilën ata janë munduar të përqojnë dhe ja kanë arritur deri tani, mesazh që shiko. Ne dy kombe konkurruese në Ballkan dhe armike me njëri tjetrin, ne dy liderët mundohemi të bashkojmë bashkë që të sigurojmë paqen dhe stabilitetin. Kujtojmë këtu Ballkanin e hapur. Dhe të dy këta, për hir të kësaj, po themi, mbulese paqësore, janë lënë të kalojnë në qeveri autokrate, ku kanë sulmuar kundërshtarët, kanë burgosur kundërshtarët, kanë goditur opozitën, janë të përfshirë në korrupsion, janë të përfshirë në krim të organizuar, dhe po çikosh ç'a ndodh në Shqipëri ndodh edhe në Beograd. Tani, vim në një pikë kur qeveria në Beograd ishte shumë e lumtur që Trumpi do vinte në pushtet. Po. Sepse të shkoje Vučić edhe me ata të tjerët që mbanin kapele Make America Great Again, ku gjitha prallat. Bën edhe një marrëveshje ekonomike me familjarët e presidentit, me shpresë që do të arrinin ato që përdonin. Çfarë ndodhi? Ose çfarë po ndodh? Po ndodh kundërta. Para Dhëndri Po, Jared Kushner.